Një 34 vjeçar është vënë në pranga, kemi edhe një njoftim zyrtar nga ana e policisë së Shkodrës, për çfarë akuzohet 34 vjeçari, Simon? Ai akuzohet se ka drejtuar automjetin pa leje drejtimi, ndërkohë që po vjen puna për ky 34 vjeçar dyshohet se ka vjedhur një automjet me të cilin e ka drejtuar pa lejen e drejtimit. Pra ka vjedhur automjetin, ngjarja ka ndodhur në lagjen Skënderbeg. Fillimisht ka vjedhur automjetin, në tentativë për të larguar ka përplasur një motocikletë në cilën ndodheshin dy persona, të cilët kanë marrë dëmtime dhe është larguar nga vendi i ngjarjes, është shpallur në kërkim nga policia, po ashtu mësohet se 34 vjeçari kishte edhe një masë sigurie të mëparshme të caktuar nga gjykata e shkallës së parë Shkodër për një vepër penale, ndërkohë që po vjen puna për kapjen dhe arrestimin e këtij shtetasi, i cili pasi ka vjedhur automjetin, është larguar, ka aksidentuar me motocikletën me dy pasagjerë dhe dy personat për fat të mirë ndodhen jashtë rrezikut për jetën në Spitalin Rajonal të Shkodrës.